jam te Krishtlindja në Shesh. Lexoj këtë murin e pyetjeve të cilat njerëzit kanë shkruar, pyetje që më kapi vëmendjen, të cilën e kam patur unë si adoleshente, është a ka jetë pas vdekjes? Dhe kjo ka qenë një nga pyetjet që unë kam patur kur isha në shkollën e mesme. Dhe në atë kohë kam dëgjuar si fillim një shpjegim shumë të thjeshtë me ilustrimin e një bebeje në barkun e nënës. Që kur është në barkun e nënës, nuk është e vetëdijshme që ka një botë, një realitet që e njeh në momentin që vjen në jetë. Ky ilustrim më ka mbushur mendjen pak në atë kohë, por më vonë ajo që më ka mbushur mendjen tamam ka qenë ringjallja e Jezusit, sepse askush tjetër nuk e ka mundur vdekjen përveç Jezusit. Dhe nëse mendoni se nuk ka prova ose është një legjendë urbane, unë ju nxis që të lexoni dhe të kërkoni më shumë, sepse ka patur burra më të mirë, që kanë qenë shkencëtar, kanë qenë gazetar, si Lee Strobel për shembull, që nisi një ofenzë ta quaja kundër të krishterëve, pikërisht mbi këtë që krishtërimi është një legjendë urbane, dhe arriti që të vendosë besimin e tij tek Jezusi, sepse kur erdhi te ringjallja e Jezusit nuk arriti dot që t'i jepte përgjigje dhe ta shpjegonte, pasi bëri një hulumtim. Zoti ju bekoj, komentoni më poshtë në pyetjen që ju keni. Natën e mirë, gëzuar Krishtlindje.